Këto janë shenjat e fshehura të diabetit, nuk do ju shkonte mendja kur. Diabeti është një gjendje shëndetësore kronike që ndikon në mënyrën se si trupi juaj kthen ushqimin në energji. Ekzistojnë kryesisht lloje të diabetit tipit 1, diabeti tipi 2 dhe diabeti që ndodh gjatë shtatzanisë. Por përpara se të dilni në përfundime, duhet të kontaktoni më parë me mjekun tuaj për të parë nëse po ose jo keni diabet dhe cila është gjendja juaj aktuale. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Disa nga shenjat e diabetit të cilat nuk duhet t'i neglizhoni sipas ekspertëve të Healthline janë këto. Jeni shumë të etur dhe urinoni më shumë se zakonisht. Etja e tepërt dhe urinimi i tepërt janë shenjat kryesore dhe simptomat e zakonshme të para të diabetit. Kur vuani nga diabeti, glukoza grumbullohet në gjak, prandaj edhe veshkat janë të dëmtuara dhe punojnë shumë më tepër për të filtruar dhe thithur glukozën e tepërt. Etja e shtuar mund të jetë gjithashtu një tregues i nivelit të lartë të glukozës, e cila mund të ketë gjithashtu ndërveprime të forta në sheqerin tuaj në gjak. Humbja e pashpjegueshme e peshës mund të lidhet drejt për së drejti me luhatit e forta të sheqerit në gjak. Insulina është një hormon që lejon trupin tuaj të përdorë glukozën për energji. Nëse keni diabetin e tipi 2, trupi juaj përdor insulinën në mënyrë më efektive dhe nuk mund të transportojë glukozën në qeliza. Kur glukoza nuk arrin në qeliza, trupi krijon edhe energji duke djegur kryesisht dhjamin dhe muskujt, të cilët rriten me shpejtësi. Dhe kjo shkakton gjithashtu edhe humbjen e peshës në mënyrë të pashpjegueshme. Jeni shumë të uritur. Kur niveli i glukozës në gjak qëndron në nivele super të larta, glukoza nuk mund të hyjë në qeliza për shkak të mungesës së insulinës, gjithashtu edhe rezistencës ndaj insulinës. Kështu që trupi juaj nuk mund ta shndrojë ushqimin që hani në energji, dhe kjo mund të ndikojë gjithashtu në shumë aspekte të shëndetit dhe të përkeqësojë më tej organizmin tuaj. Jeni shumë të uritur. Kur nivelet e glukozës në gjak qëndrojnë tepër të larta, glukoza nuk mund të hyjë në qeliza. Për shkak mungesa e insulinës në të mund të shkaktojë gjithashtu edhe përkeqësione të shëndetit. Glukoza mund të ndikojë në rezistencën e insulinës, kështu që trupi nuk mund ta shndrojë ushqimin që hani në energji dhe kjo mungesë mund të shkaktojë uri dhe probleme të ndryshme të organizmit tuaj në mënyrë të rëndësishme. Keni probleme të theksuara me shikimin. Nëse nuk kapet herët ose nuk menaxhohet si duhet, mund të dëmtojë enët e vogla të gjakut në sy dhe të krijojë gjithashtu probleme me shikimin. Prandaj diabeti duhet të mbahet konstant dhe nivelin e duhur të sheqerit në gjak duhet ta keni gjithmonë edhe në nivelet e përcaktuara nga mjeku. Është e vetmja mënyrë për të përmirësuar shëndetin dhe për të evituar kështu komplikacionet e tij. Nëse ndjeni mpirje në duar ose mpirje të këmbëve her pas here, mos e neglizhoni këtë simptom, pasi mund të vuani gjithashtu nga luhatit e pakontrolluara të sheqerit në gjakun tuaj. Mund të keni shumë arsye pse mund të ndjeni të lodhur, por gjithashtu mund të jenë edhe pasoja e niveleve të larta dhe të shtuara të sheqerit në trup. Nëse jeni një person që përjetoni këto ndryshime her pas here, konsultohuni me specialistin dhe mjekun tuaj për të evituar kështu komplikacionet e shëndetit dhe për të evituar problemet që ju kanosen në organizëm. Nëse keni probleme të ndryshme me lëkurën, kjo kërkon një vëmendje të veçantë ushqyese. Diabeti mund të prekë çdo pjesë të trupit, përfshirë edhe lëkurën. Disa nga këto probleme janë lëkurë shumë e thatë, e infektuar me bakterie, infeksione kërpullore ose mund të përjetoni kruajtje më shumë nga zakonisht. Për fat të mirë, shumica e këtyre problemeve mundet që të parandalohen ose të kurohen si duhet, edhe mund të kapen më herët për t'i bërë balë ndryshimeve të forta që shkakton diabeti. Prekeni nga infeksionet më shpesh se zakonisht. Nivelet e larta të sheqerit në gjakun tuaj mund të dobësojnë më shumë edhe organizmin dhe të shkaktojnë një rritje të theksuar të presionit,
që mund të ndikojë drejt për së drejti në shëndetin tuaj dhe të përkeqësojë atë akoma dhe më shumë. Nëse prekeni më shumë se zakonisht nga infeksione të caktuara, është më mirë të flisni me mjekun specialist për të evituar ndërveprime negative që shkakton diabeti në gjakun tuaj. Diabeti është një sëmundje e cila duhet të mbahet nën kontroll dhe të konsultoheni me mjekun në mënyrë të rregullt. Është e vetmja mundësi për të përmirësuar organizmin dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet e tij. Të gjesh kombinimet e duhura të ushqimeve me qëllim që të mbani diabetin nën kontroll dhe nivelet e duhura të insulinës në gjak është gjëja më e mirë që mund të arrini të bëni për shëndetin tuaj dhe të evitoni kështu edhe komplikacionet e tij. Prandaj çdo frut ose perim që shtoni në dietën tuaj mund të jetë i duhuri. Në këtë video, sipas Eating Well, do të rendisim ushqimet më të mira të cilat duhet t'i keni pjesë të pandërprerë të dietave tuaja, të cilat do ju ndihmojnë në dukshëm në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të diabetit të tipit 2 në gjak. Një nga ushqyesit më të mirë që mund të shtoni në dietën tuaj është edhe peshku. Peshku është një nga produktet më të shëndetshme. Salmoni, sardelet, skumbria, çuget janë burimet më të mira të yndyrnave omega 3 dhe acideve DHA dhe EPA që ndihmojnë kështu për shëndetin më të mirë të zemrës dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Nëse doni të keni një shëndet më të mirë të organizmit dhe të mos vuani nga këto komplikacione, sigurohuni që t'i bëni produktet e duhura pjesë të dietave tuaja përkatëse. Dhe rezultatet që do të merrni prej tyre do të luajnë një rol fantastik në shëndetin tuaj dhe lehtësimin e komplikacioneve. Ushqimet e gjelbëra gjithashtu mund të jenë një nga përzgjedhjet më të mira për shëndetin dhe të mbajnë larg komplikacione në organizëm. Perime të tilla siç janë spinaqi, lëmpjeta, gjithashtu sallatat, janë plot me elemente të mirë ushqyes për organizmin dhe do të lehtësojnë gjithashtu luhatjet e sheqerit në gjak nëse i shtoni ato në sasinë e duhur në dietën tuaj. Gjithashtu, produkte të cilat janë të pasura me vitaminën C luajnë një rol të mirë të rëndësishëm në eliminimin e inflamacionit dhe parandalimin e komplikacioneve të tyre. Ndaj, nëse doni të keni një organizëm më të vlefshëm, më të shëndetshëm, shtoni produktet e duhura në shëndetin tuaj. Kështu do ta keni më të lehtë të kontrolloni luhatjet e sheqerit dhe të parandaloni problemet me diabetin. Kanella është një ushqim shumë i vlefshëm që mund të ndikojë pozitivisht kundër diabetit të tipit 2. Kanella është e pasur me antioksidantë të cilët do të mbrojnë më mirë shëndetin tuaj të syve. Studime të shumta kanë treguar se kanella mund të ndihmojë në uljen e niveleve të sheqerit në gjak dhe në përmirësimin e ndjeshëm ndaj problemeve të insulinës. Një tjetër studim ka treguar se kanella mund të jetë një përzgjedhje shumë e mirë në uljen e problemeve të kolesterolit dhe luhatjeve të pakontrolluara të sheqerit në gjak. Mund të jetë një përzgjedhje që ndikon në shëndetin tuaj. Vezët gjithashtu mund të ndikojnë në përmirësimin e luhatjeve të sheqerit në gjak dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet që i shkaktohen organizmit tuaj. Vezët janë të pasura me vlera të mira ushqyese dhe përveç se ju mbajnë më gjatë të ngopur, ato mund të përbëjnë një faktor të mirë ndikues për menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit në gjak. Zgjidhni produktet më të mira për shëndetin tuaj dhe do ta keni më të lehtë të mbani nën kontroll problemet të diabetit të tipit 2 dhe të ndihmoni kështu një organizëm të jetë më i shëndetshëm, më i mbrojtur dhe të vuani më pak nga këto komplikacione. Vezët e zjera janë një nga përzgjedhjet më të mira që mund të shtoni fare lehtë në dietën tuaj. Kosi. Kosi i përgatitur vetë në shtëpi është një nga produktet më të mira për personat të cilët do vuajnë nga diabeti tipi 2. Të dhënat kanë treguar se konsumi i kosit ekuilibron nivelet e sheqerit në gjak dhe parandalon kështu problemet e shëndetit të dobët të zemrës. Tek personat me diabetin e tipit 2, kosi do të ndihmojë dukshëm në menaxhimin më të mirë të luhatjeve të sheqerit dhe gjithashtu do të sigurojë një mbrojtje më të mirë të organizmit tuaj. Arrorët gjithashtu mund të jenë një përzgjedhje që mund të ndikojnë pozitivisht për shëndetin dhe të menaxhojnë më mirë problemet e tij. Arrorët janë të shijshëm dhe të pasur me vlera të mira për shëndetin që do të mbajnë larg problemet e diabetit të tipit 2.
Vëmendje: ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.